Nëse flini më pak se 8 orë, do të keni këto probleme. Ndonë se është të kthyer në trend kohët e fundit, pagjumësia është një kërcënim serioz për shëndetin tonë. Duket si e pavlefshme, por pagjumësia është shkaktari për një sër sëmundjesh, prandaj mjekët këshillojnë që, për të pasur një shëndet të mirë, duhet jeni në rregull me gjumin. Në këtë video do të listojmë disa nga problemet që sjell pagjumësia në shëndetin tuaj. Pagjumësia duke rritur reagimet e sistemit nervor shkakton arritjen e ankthit, ajo rrit depresionin. Pagjumësia duke paksuar neuronet do të çrregullojë gjendjen shpirtërore dhe çon në depresion. Dëmtohet aftësia e të menduarit për të përpunuar informacion, kujtesa dhe përqendrimi. Pagjumësia bëhet shkak për rritjen e tensionit gjatë orëve të gjumit. Kjo vjen nga çrregullimi i orareve të gjumit. Gjumi u del ndjeshëm edhe mund të rrisë edhe presionin e gjakut. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia, adresojeni atë te eksperti i duhur për të marrë zgjidhje.